Çdo 16 prill, qytetarët e Kosovës vijnë në Kukës për të përkujtuar eksodin biblik të 99-s, ku gjetën mikpritjen, bujarinë dhe zemrën e hapur për ta. Kryetari i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, për Kukës Televizion tha se edhe pse deri më tani nuk ka ndonjë plan konkret, Prizreni dhe Kuksi do të organizojnë aktivitete të përbashkëta në përkujtim të 26 vjetorit të eksodit. Në kontaktet i kemi të vazhdueshme, por nuk kemi ndonjë plan konkret për shënimin e kësaj date, edhe mendoj se kjo duhet shënohet gjithsesi, sepse paraqet një momentum interesant në historinë tonë, edhe nuk duhet harrohet sepse historia që harrohet thuhet që përsëritet. Mos të bëjmë gabime të tilla, po t'i majmë në memorie datat e rëndësishme historike, edhe të punojmë që ato asnjëherë mos përsëriten, të punojmë për një ardhmë më të mirë për të rajonin, po edhe për neve shqiptarëve që ne të jemi faktor stabiliteti në rajon. Unë besoj që po, do të kemi aktivitetet përbashkëta, sepse i kujtojmë ato kohëna shumë të vështira edhe kishte me qenë një lëshim nëse nuk e shënojmë atë datë edhe atë ditë. Bashkia e Kukësit në bashkëpunim me shoqatën kosovare Eksod 99 ndërkohë po përgatitet për kalendarin e aktiviteteve që do të zhvillohen me 16 prill në 26 vjetorin e Eksodit 99. Për këtë qëllim, kryetari i bashkisë Albert Halilaj ditë më parë është takuar me drejtuesit e Këshillit Kombëtar Eksod 99. Në vitin 1999, Kuksi u kthye në portën e shpëtimit për mbi 800.000 kosovar gjatë periudhës 27 mars deri në 13 qershor 1999.